Një nga mediat më të rëndësishme investigative jo vetëm në Holand, por edhe në Europë, Ndiq Paran, Follow the Money, ka publikuar një investigim të fortë për qeverinë e Edi Ramës. Sipas medias së njohur, ky shtet në drejtimin e Ramës po rrezikon Europën, por Brukseli ka mbyllur syt për këtë. Gjatë një nate të ftohtë tetori në vitin 2013, policia ndaloi një Audi A8 të zi në Fier, një qytet në jugperëndim të Shqipërisë. Përjap me radhë, agjentët ndoqën makinën për shkak të dyshimeve se trafikantët e drogës e përdornin Audin. Atë natë, inspektori i policisë Dritan Zagani i dha ekipit të tij urdhër që ta dërgonin mjetin në komisariat. Pasi mbërritën atje, Zagani kuptoi se nuk do të ishte e thjeshtë të arrestoheshin pasagerët për trafik droge. Shefi i tij ndaloi agjentët që të kontrollonin makinën. Problemi thuhet se makina i përkiste njërit prej figurave më të fuqishme të vendit, ministri të brendshëm të atëhershëm, Samir Tahiri. Në vend që të vepronin fort kundër krimeve të mundshme të drogës, prokurorët nisën hetimin ndaj inspektorit Zagani e akuzuan se kishte vepruar jashtë kompetencave. Tani, më shumë se 10 vjet më vonë, nga një vend i sigurt dhe me një identitet të ri, Zagani shpjegon se gjatë dekadave që punoi në polici, ka parë se krimi i organizuar është lidhur gjithnjë më shumë me shtetin shqiptar. Zagani, zeshkan dhe i veshur thjesht, me një kapele të ulur mbi ball, flet shpejt. Gjërat për cilat kisha më shumë frikë kanë ndodhur. Tregon ish polici për Follow the Money, duke marrë një gllën kafeje në një kopsht të qetë në Zvicër. Vendi im është bërë një narkoshtet. Mafia shqiptare është infiltruar në qeveri dhe sipas Zaganit, kjo ndodh kryesisht për shkak të kryeministrit aktual, Edi Rama. Rama i siguroi Partisë Socialiste një mandat të 4 të paprecedent në zgjedhjet e këtij viti, të cilat sipas vëzhguesve janë njollosur nga parregullsitë. Një pjesë e fushatës së Ramës ishte për ta paraqitur atë si politikan pro-evropian që vlerëson sundimin e ligjit, në duke ai është një mbështetës i flaktë i përpjekjeve antikorrupsion dhe antidrog. Në shtator, qeveria krijoi një ministër AI për ta bërë Shqipërinë një vend ku prokurimet publike janë 100% të lira nga korrupsioni. Por hetimi i Follow the Money në bashkëpunim me partnerin e mediave Blast tregon se krimi i organizuar ka mundur të lulëzojë gjatë 10 viteve të sundimit të tij, me pasoja katastrofike për pjesën tjetër të Europës.